Përshëndetje të gjithëve. Dita e fundit të vitit dhe mbrëmja në vigjiljet e vitit të ri janë futur në traditën tonë si një moment i shumë pritur, mbushur me ndjenja, objektiva, kujtime dhe shpresë. Rreth tryezave me plot për kujdesje të ambisave, rrethuar nga të afërm e miq, shkëmbejmë urime zemre. Me këtë rast edhe unë dëshiroj t'ju përcjell të gjithëve urimet më të mira. Së pari shumë shëndet dhe shumë dashuri, patjetër edhe sukses në karrierën profesionale, sidomos të vegjëlve dhe të rinjve në përpjekjet e tyre drejt të ardhmes, por edhe shumë shëndet e begati për të moshuarit. Të njëjtat urime ju shkojnë edhe bashkëvetarëve tanë, kudo që ata ndodhen. Një falënderim dhe mirënjohje të posaçme për cilin do që në këto orë të gëzuara është i angazhuar në detyrën e tij për të garantuar më të mirën në shërbim të qytetarëve. Respekt të veçantë për punonjësit e shëndetësisë dhe ata të sigurisë publike. Gëzuar qoftë 2026 një vit akoma më i mirë për gjithë.